Trimestri i dytë ka fillu për mua ka pak kohë. Edhe po shoh shumë ndryshime me trimestrin e parë, kështu që deshta më avon një checkpoint, një kallëzu këtë sanat që kanë vë përshtypje. Për këtë ju që më thënë që kanë mu qetësu dhimbta e lukthit, nuk o qetësu shumë, o qetësu pak. Edhe më varet ushqimet që i ha, edhe dikush më ka shpëtu jetën e më ka tregu që nuk u ban me flajt në shpinë. Nuk e kum dit heq. Kum pa shumë ndryshime në faktin që kum shtu pesh. Në trimestrin e parë nuk kum pas shtu heq pesh, as 1 kg se kum pas marrë. Tashtia ka fillu, për momentin i kum marrë 3 kg e gjys. Po më duken ekstrem shumë, po është okej. Inshallah, nuk shtoj shumë. Jo ma shumë se 12 kg gjatë tërë shtatzanisë. Lodhja është ekstreme. Jam shumë e lodh. Edhe nxehti, o të myt kejt, nuk e di ju gros shtatzone, që shpe kalani që të verë, unë që të verë nuk kem të mujt me qëndru heq. A besani më kanë shu 1 orë, te isa me më ly, se u deshke me nejt para ventilatorit që shtë në gjithë. Qona me ventilator, flej me ventilator, jetoj me ventilator, ka qkoj e marrë ventilatorin me veti. Një ndryshim që e kum pa shumë të madh është lëvizjet e bebës. Në trimestrin e parë, nona mos u shqetësoni nëse nuk e dalloni shumë bebën të lëviz, është gjë shumë normale, se është shumë bebja e vogël. Tashti pendje, oh my god, non-stop, qatë shumë energji ka nuk e di që shumunët. Sot shumë zed, bre. Kallëzonëm një idea për emra të djemve, se jena të lypë emna. I kena do preferenca tona, ma halo nuk kena vendus 100%, kërë që nëse keni na ide të mirë, ju lutë na shkruani në komente. Mundi edhe në Instagram e më shkrujt, është elona.sh. Kjo kanë gjendja e lëkurës tem në 2023-ën, ku kum përdor shumë lloj kreme dielli që nuk kanë funksionu heq edhe që janë shumë toksike. Është shumë e rëndësishme me i lexu përbërësit e kremave që i bleni. Edhe çka është e rëndësishme është me zgjedh një krem të mirë mineral. Për këtë negro, shtatzone ose gjithëndse, kremi mineral është zero risk. Për këtë arsye e kum zgjedh këtë vit kremin nga Poldora. Me thonë sunscreen 50+, është PA++, UVA, UVB. Këto janë dotir me pak speciale, ama kaldon që e ka mbrojtjen maksimale. Është kremi më i mirë kundër gillit që më karo me provu, a dini pse? Se këqyrna edhe vetë. Nuk ka me lon kur far shajet bardh, ose nuk ka me ta lon likurën si ngjyrë gri, që shumica e kremeve kundër gillit e bajnë. Ka me ta mbrojt likurën, edhe o zot çfarë mirë ka. Mos harroni me qit çdo 2 orë, edhe nëse e fshini fytyrën ose nëse hini në ujë, me qit përsëri. Jam shumë e kënaqur që po ju prezantoj që si produkte që janë tepër të mira për këtë nonat, këtë qikat, këtë burrat, këtë djemt, për gjithë kanë. Është kremi më i miri. Unë edhe lirimi e përdor me gati çdo ditë, nëse lirimi ka një harën, ama ja kujtoj. Këtyrne likurën sa të mirë ta lën të butë, shkrihet shumë shpejt. Nuk ta lën likurën të ndëshme, kështu që edhe ju gratë që i keni likurën, domethënë ma të ndëshme, mos u totni, mundeni me blej pa problem se hiç nuk ta lë të ndëshme. Edhe t'jap një farë natural glow. Nuk ban me haru që produkti është vegan edhe e ka logon IFC global. Domethënë hiç mos u totni, 100% natural.